Dietari musliman që nuk e harroi Allahun në robëri. Në shekullin e 19, në brigjet e Afrikës Perëndimore, jetonte një njeri i njohur për dijen e tij, për devotshmërinë edhe për dashurinë ndaj Allahut. Emri i tij ishte Omar ibn Said. Ai ishte një dietar musliman nga rajoni i Futa Toro, në territorin e sotëm të Senegalit, që në rini ai kishte studiuar për më shumë se 25 vite shkencat islame, Kuranin, hadithin, matematikën dhe astronominë. Ai ishte një njeri i respektuar në mesin e popullit të tij dhe një njeri që jetonte me përulësi përpara Allahut. Por historia e jetës së tij do të merrte një kthes tragjike. Në vitin 1807, gjatë një konflikti në rajon, ai u kap nga tregtarët e skllëbërve. U lidh me zinxhir dhe u dërgua me forcë në anije drejt një bote të panjohur. Ai u transportua përtej oqeanit, drejt Amerikës. Një dietar, një njeri që kishte studiuar Kuranin për dekada, tani ishte bërë rob. Në një vend të huaj, mes njerëzve që nuk e njihnin gjuhën e tij, as fenë e tij, ai u detyrua të jetonte si skllav. Por edhe në atë gjendje të vështirë, ai nuk e harroi Allahun. Në një burg në Karolinën e Veriut, Omar ibn Said bëri diçka që habiti të gjithë. Ai filloi të shkruante në mur me gjuhën arabe. Ai shkroi ajete nga Kurani. Kur rojet e pan këtë, u habitën. Ata kuptuan se ky njeri nuk ishte një skllav i zakonshëm, por një njeri i ditur. Më vonë, Omar ibn Said shkroi edhe një autobiografi në gjuhën arabe, një nga dokumentet më të rralla të historisë islame në Amerikë. Në fillim të shkrimit të tij, ai fillon me fjalët e Kuranit: Bismillahirrahmanirrahim. Pastaj ai përmend një ajet të njohur: Allahu është sunduesi i çdo gjëje. Edhe pse ishte i lidhur me zinxhir, zemra e tij mbeti e lirë. Ai vazhdoi të falte namazin, të lexonte Kuranin edhe të përmendte Allahun. Në shkrimet e tij, ai shpesh përmendte një ajet që i jepte forcë: Duroni, sepse Allahu është me ata që durojnë. Kjo ishte forca e tij, jo pasuria, jo pushteti, por besimi. Edhe pse jetoi pjesën më të madhe të jetës në robëri, njerëzit që e njohën u mahnitën nga karakteri i tij. Ai ishte i qetë, i durueshëm dhe i devotshëm. Thuhet se shumë njerëz që e takuan u prekën nga sjellja e tij. Edhe në një vend ku feja e tij ishte e panjohur, ai mbeti një dëshmi e gjallë e Islamit. Ai jetoi një jetë të gjatë dhe ndroi jetë rreth vitit 1864 në moshë shumë të thyer. Historia e Omar ibn Said është një histori e dhimbshme, por edhe një histori e jashtëzakonshme besimi. Sepse ajo na mëson një të vërtetë të madhe. Njeriu mund të humbasë gjithçka në këtë botë, por nëse nuk humb lidhjen me Allahun, ai nuk është i humbur. Edhe sot, pas më shumë se 2 shekujsh, dorëshkrimet e tij në gjuhën arabe ruhen si një dëshmi e gjallë e një zemre që nuk u thye kurrë. Një njeri i lidhur me zinxhir, por me një shpirt të lirë. Një dietar që u largua nga vendlindja e tij, por që kurrë nuk u largua nga besimi i tij, sepse besimi i vërtet nuk mund të burgoset.